Do marrësh prap makinën, shkosh prap tek Shefqet Ndroqi. Ka patur një tentativë për të rregulluar pamjet, dhomat, banjat, është bërë zhurmë. Gjithmonë bëhet, kur bëhet zhurmë, është e rrezikshme zhurma edhe zhurma për propagandë, sepse një pjesë e njerëzve e hanë, por në fakt kur ballafaqohesh, një kolegja jonë shumë e dashur, që kishte patur një ngjarje, kishte shkruar në faqen e vet të Facebookut me mamën e vet në Berat, kishte një tregim të karakterit Frankenstein-esk, të më thënë të mërshme ishin ato gjërat nuk e di, në atë spitalin e Beratit. Ajo I kishte lavdëruar mjekët e shkreta, po tha situata tjetër ishte dramatike. Nuk është problemi I mjekëve, të paktën në këto raste, tek pjesa e mungesës pajisjeve, tek pjesa e mungesës e ilaçeve, e imunoterapive, ilaçeve të kancerit, antibiotikëve e tjerë, është përgjegjës Ministria e Shëndetësisë dhe Shtetit Shqiptar. Këta janë ata që bëjnë buxhetet, këta thonë që kaq lek do ketë Ministria e Shëndetësisë. Ministria e Shëndetësisë pastaj ka tenderat dhe në këtë formë domethënë bëhet I gjithë menaxhimi. Dhe këtu nuk kanë përgjegjësi mjekët. Mjekët kanë përgjegjësi vetëm kur marrin pacientët, pra shfrytëzojnë këtë situatën e krijuar nga sistemi I shtetit dhe I çojnë te klinikat e tyre private, aty pastaj I rrijepin. Sepse unë e kam thënë Adi, ke njerëz, më beso, sepse unë jam bërë një target tani shumë I kollajshëm I arritshëm nga njerëzit. Familje njerëzit që kanë shitur shtëpinë për të shëruar, që ta dish. Po, e diti se unë e kam treguar, priste ti bënte lopa viçin, rritej viçit, bënte operacionin 800.000 lekë. Domethënë ja deri këtu ka arritur. Flasim pak për infeksionet spitalore? Kjo është tema e re që unë do është një gjë e frikshme.